Faleminderit të gjithë që më dhatë fjallën të them po dy fjallë që duat të flasë si emigrant i hikur qysh në 93-shin nga vëndi im. Ika për një jetë më të mirë, por nga mbrapa një familje që priste nga ne. Dhe sot jam unë ai që kam sjell në jetë dy fëmijë, ku dhe ata sot presin akoma këtu në Shqipëri t'ju sjellim shpresën. Bravo! Në 93 kur unë jam larguar nga vendi im, madhëria që shumë e quajnë i madhërishmi Berisha premtonte se do sillte në Shqipëri botën e përtejshme, por nuk solli asgjë dhe sot mbas 15 vjetësh herë kryeministër dhe herë president premton të njëjta gjëra, duke qenë një njeri që vetëm ka vjedhur dhe dëbuar shqiptarët nga Shqipëria. Por jo vetëm kaq. Kemi dhe të madhërishmin Pashajin e Surelit, i cili heri quan qyryk shqiptarët e heru premton pasaportën europiane. A thua se pasaporta europiane është në duart e Edi Ramës dhe ne duhet i ulemi të madhërishmit Aman Derman o Pasha. Që të ndryshojmë dhe të mos ketë më ikje masive e shqiptarve nga Shqipëria, duhet të kthejmë sytë tek e ardhmja. E ardhmja është lëvizja bashkë. E reja Polind, lëvizja bashkë është pranë popullit që vuan dhe strapacohet çdo ditë, që tek ato gratë në fasoneri dhe deri tek emigrimi ku jam unë. Juftoj që të zgjedhim dhe të votojmë lëvizjen bashkë për të kthyer shpresën shqiptarëve. Të votojmë numrin 2, të votojmë lëvizjen bashkë. E reja Polind.